Njëkohësisht komuniteti serb është i shqetësuar shumë për shkak se Serbia po shkon drejt një izolimi, edhe në nivel të Bashkimit Evropian dhe me një farë forme ata Vučićin nuk e pranojnë më me thika mbas shpine për shkak të çështjes së Kosovës, sepse Kosova është temë e mbyllur jo vetëm tani, por që nga shërimi i saj. Andaj Vučić gjitha proklamimet me grupe kriminale që i ka pas, që i murën nga Kosova dhe i alokoi në Serbi, kjo i kushtoi zotit Vučić për shkak se Vučić ka obligime penale juridike edhe nga Bashkia Ndërkombëtare që të dorëzojë gjithë kriminalet që kërkohen nga Kosova për t'i burgosur për rastin Banjska. Andaj Vučić gjendet me një handicap ta quaj personal dhe grupor. Andaj duke pa këtë element, komuniteti vet ka shpërthyer dhe nuk e lejon një lider të bie një gracka të mes grupeve kriminale dhe një leadership i Serbisë të udhëheqet prapë nga grupet kriminale, sepse Serbia ka pagu fakturën ta quaj më të fuqishme në Ballkan sa i përket grupeve kriminale dhe vrasjeve të civilëve në disa shtete të Ballkanit Perëndimor. Andaj Vučić është në shumë pika i thumbuar për shkak se nuk ka arrit leadershipin dhe politikën e Serbi ta kthejë në akt perëndimor, po ka deshje nivelin e Rusisë ta mbajë si taktizim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj tërheqja dhe investimeve e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Beogradi, domethënë faktikisht kjo e ka penalizuar në jashtëmasë për shkak se Serbia gjendet me një thamë dhe më herët ka mbi 2-3 mijë paramilitar të cilët janë në gjendje të vrasin njerëz me pagesë brenda territorit të Serbisë dhe jashtë Serbisë. Andaj atje kemi një volum tjetër të ndikimit të grupeve kriminale, duke krahasuar Shqipërinë me Serbinë, që jemi shumë larg sa i përket këtij elementi.